Jemi të nderuar të televizionit Besa, kudo që jeni, këtu në studio numër 1 të televizionit Besa, sot kemi ftuar të parin në komunës së Prizrenit kryetarin Shaqir Totaj. Arsyeja pse kemi ftuar në këtë bisedë është se vetë fakti se kryetari Totaj është njëri prej kryetarëve të komunave të Republikës Kosovës më i vizituar nga delegacionet, duke filluar nga ambasadorët e po kështu dhe nga delegacionet tjera shtetërore dhe po kështu të ndryshme, qofshin ato të Ballkanit dhe të Evropës. Ndërkaq arsyeja e dytë është edhe vetë fakti se komuna e Prizrenit po atakohet në fakt me marrjen e mjeteve nga dihet ajo punë që po i marrin tash për kontratat kolektive, ndërkaq që komuna e Prizrenit megjithatë angazhimet e saj nuk i kanë ndalur dhe kjo natyrisht duhet të respektuar dhe falendëruar edhe kryetarin e komunës bashkë me stafin e tij, të cilët megjithëse në këto rrethana punët dhe angazhimet e tyre nuk i kanë dalur. Dhe arsyeja e tretë, unë kam mik të mirë, por përveç që e kam mik të mirë, në fakt ky po bën punë të mira për qytetin e Prizrenit. Pra këto ishin tre arsyet që sot jemi bashkërisht. Por jemi duke biseduar për të gjithë temën e kemi aktualiteti në qytetin e Prizrenit. Kryetar, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën edhe mundësinë për më drejtu qytetarëve të Prizrenit. Po, kryetar, arsyeja e parë natyrisht, siç thash edhe unë, është vetë fakti se jeni duke pritur delegacionet shumëta, duke filluar nga gjithë ambasadorët të akredituar që janë në Republikën e Kosovës, në fokus të tyre jo rrallë, por vazhdimisht të thuash janë pikërisht qyteti i Prizrenit dhe kryetari Totaj. Në takimin e fundit që e patët delegacionin, në fakt ambasadorin e Gjermanisë, ai tha se kishte një kënaqësi të veçantë që ju takon, e po kështu thonë edhe të tjerët që vinë. Arsyeja e dytë është natyrisht për punët dhe të cilat po i bëni dhe angazhimet e shumta që i keni. Unë po e filloj me këtë të dytën pra. Me faktin se megjithatë edhe pse keni pengesa, kushtimisht i quaj ato sepse marrin për shkak kontratave kolektive, përmbaruesi po merr mjete nga komuna e Prizrenit, ndoshta edhe nga komuna tjera, por ne po flasim për qytetin e Prizrenit me që jemi këtu. Megjithatë komuna juaj dhe ju, fakt dhe stafi juaj nuk i keni ndalur punën dhe angazhimet të cilat po i bëni. Në fakt si po veproni dhe si po arrini të punoni edhe në këto rrethana. Po duhet me theksu që është shumë e rëndësishme se megjithatë na punët nuk i ndalim, për shkak se kemi disa kontrata kornisë të cilat akoma vazhdojnë edhe kanë afat, mirë po në anën tjetër duhet me theksu se kemi pengesa shumë serioze për shkak të një qasje jo profesionale edhe jo korrekte nga ana e qeverisë qendrore, siç e dini edhe keni qenë të informuar, deri më tani veç këtë vit, dikon janë marrë afër 14 milion euro në emër të kontratës kolektive, kurse që nga fillimi i mandatit parë deri më tani diku afërsisht 36 milion euro e kusuri kanë marrë veç komunës Prizrenit. Duhet me theksu se nuk është veç komuna e Prizrenit në këtë situatë të disfavorshme, janë edhe komune tjera ku kryetarët e komunave nuk vinë nga lëvizja vetëvendosje. Ne kemi kolegë, kemi persona që i njohim në ministri, edhe ata na konfirmojnë se kur duhet diçka të ekzekutohet nga komunat të cilat kryetarët nuk i kanë nga lëvizja vetëvendosje, veprohet me urgjencë. Kurse të komunat e tjera, ku kryetarët janë nga lëvizja vetëvendosje, nuk veprohet me këtë urgjencë. Prizreni është, kisha me thonë në shënjestër, kjo po na shkakton probleme serioze, sepse ne nuk po arrim që t'i kryjmë punë tona, të cilat janë parapa me buxhet të vitit 2026, kurse në anën tjetër me të vërtetë është paradoksale se si qeveria fare nuk çan kokën për nevojat e qytetarëve të Prizrenit, edhe po ashtu duhet me theksu se në zgjedhjet nacionale lëvizja vetëvendosje këto e ka marrë një numër të madh votave, kurse tani fare nuk interesohet se ata qytetarë a do të kenë shërbimet elementare apo bazike të cilat duhet të kenë, por vepron me paragjykim, vepron me një mungesë totale të profesionalizmit, bile mungesë totale të një qasjes etike në vendimarrje. Ne, si ma gjitha gjasave, do të vazhdojmë këtë mënyrë, sepse e vështirë është që të përmirësohet qasja këtyre njerëzve, po të paktën qytetarët ne ta dinë se nëse nuk arrim të përmbushim disa nga nevojat elementare, do të jetë si pasojë e një qasje jo bashkëpunuese, qasje të një anshme, jo profesionale, jo etike nga ana e qeverisë qendrore. Megjithatë, me ato pak mundësi që kemi, ne do të vazhdojmë.
Kryetar, është një fakt që në faktën qeverinë Kurthi tani më ka dhe ministra nga qyteti i Prizrenit. Kemi zëvendës kryeministrin bie fjala, pastaj kemi ministrin e kulturës, kemi zëvendës ministra. Sa ata janë në gjendje ose sa ata ju kontaktuar ose s'pako, a ju kanë kontaktuar ndonjëherë për të mësuar për faktin se ata shkojnë nga ky qytet, janë në pozicionin atje ku janë, por megjithatë janë nga qyteti i Prizrenit. Deri më tani nuk kemi pa ndonjë benefit kështu, ndonjë përfitim praktik nga ana aty në ministrave që janë të teritorit komunës Prizrenit. Mbetet me pa në këtë mandat çka do të ndodhë, e kam përshtypjen që ata janë shumë të limituar dhe shumë të kufizuar, për shkak se ne e dimë mënyrën se si funksionon lëvizja vetëvendosur dhe si funksionon zoti Kurthi. Ata funksionojnë mbi bazën e qasjes një person vendos për gjithçka, edhe ministrat kanë shumë pak fushë veprim. Nuk më të më fajsu, megjithatë qytetarët duhet me ditë se ministrat që vinë nga territori i komunës Prizrenit deri më tani fare pak, për mos me thonë hiç kur gjë s'kan kontribuar për komunën e Prizrenit, as zëvendës kryeministja e mëparshme Zonja Rexhepi, as kush tjetër. Do të shohim se si do të sillen në këtë mandat edhe çfarë zhvillime mund të kemi në të ardhmen, por deri më tani nuk ka qenë diçka që mund t'i merret lakmi. Veç edhe një s'kerin për të më dhënë, jo veç këta ministra, po asnjë ministër nuk vjen në Prizren me vizitu kryetarin e komunës. Si duket e kanë ndaluar nga kryeministri zoti Kurthi. As nuk lajmërohen telefon. I mbrojtës ishte, pasi që ishte fjala profesor Kën, ai mori pjesë aty. Zëvendës ministri. Për ministra kemi fjalën, nuk kemi pas asnjë vizitë nga asnjë ministër deri më tani. Edhe mandatin e kaluar. Që do thotë tani 5 vjet. Që 5 vjet, po thuaj se asnjë ministër nuk ka qenë në zyrat e kryetarit, mund të kenë ardhur në qytet. Mirë, po të zyra e kryetarit të komunës nuk kanë ardhur. Është më rëndësishme të vijë te kryetari për të biseduar për komunën, se për të ardhur në qytetin e Prizrenit nuk i ndalon askush, natyrisht. Asnjë ministër deri më tani nuk ka ardhur në zyrat e kryetarit të komunës Prizrenit përse unë jam kryetar. Për dallim prej shumë ambasadorëve të shteteve të mëdha që vijnë. E tani pikërisht kalove tek pyetja me cilën e kisha ndërmend ta parashtroj. Në fakt Prizreni është bërë një pikë ose një pikë vizite ose një pikë e rëndësishme e vizitës nga delegacionet, sidomos nga ambasadorët e akredituar në Kosovë, por jo vetëm ambasadorët, por edhe nga institucionet tjera shtetërore nga Evropa, sidomos të cilët vinë, por jo vetëm nga Evropa, por edhe nga vende tjera, të cilët vinë dhe ju takojnë. Arsyeja e këtyre takimeve na shpesh kemi thonë, por megjithatë ka një arsye e fortë është sepse vinë ata në qytetin e Prizrenit, ndajnë me shpër na ftoni edhe neve medjeve, ndajnë mendime jashtëzakonisht pozitive për takimin me ju dhe unë bëra njëherë shaka me një shokun tim, thash për shkak se e një gjuhë angleze po i vinë. Një mysafir ishte nga Prishtina, pyeti shumë po vinë tha në Prizren, thash po, e një gjuhë angleze prandaj vinë. Se s'po ta çfarë të them tjetër, sepse ai natyrisht është një sukses për qytetin e Prizrenit dhe natyrisht për ju me që jeni në kryet këtij qyteti, vizitat e këtilla. Unë e konsideroj se Prizreni si qytet me traditë, me kulturë, me një numër të madh të vlerave të trashëguara kulturore historike, është atraktiv. Pastaj qytetarët e Prizrenit me një kulturë, me një civilizim, po ashtu paraqesin një vlerë shtesë, por gjithsesi nuk duhet ta nashkalu as punën e mirë që kemi bënë në mandatin e kaluar, edhe disa projekte serioze që janë realizuar dhe natyrisht kjo nuk ka kalu pa u vrejt nga ana ambasadorëve të shteteve, sidomos të shteteve të mëdha të Kvintit, po edhe shteteve tjera, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe vendeve të rajonit. Edhe gjithmonë është kënaqësi me bisedu me ata persona të cilët kanë kritere për me vlerësu performancën e mirë që e bën qeverisja lokale në Prizren. Normal që ata shprehin mirënjohje për kulturën, për traditën, për qytetin, po edhe për punën e mirë qeverisjes lokale, edhe bisedojmë për format dhe mundësitë e bashkëpunimit, se si ata mund të na ndihmojnë neve në një talme, ndoshta edhe me mirë të financiare. Kemi pas vizita edhe nga liderët e institucioneve ndërkombëtare, si për shembull nga Banka Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, nga KFV-ja gjermane, kemi pas nga Fondi Zhvillimor francez për zhvillim ndërkombëtar, edhe kemi bisedu për mundësinë që ata eventualisht të na përkrahen edhe me kredi ose edhe me donacione për projekte serioze të cilat shkojnë për benefit të qytetarëve të teritorit të komunës Prizrenit. Normalisht që mbetet me pa çka do ndodh nga ajo, po gjithsesi e kemi tërheq vëmendjen me një qasje konstruktive edhe me një performancë të mirë, edhe për i përsëris ata njerëz dinë me vlerësu
edhe kanë kritere për me matë një performancë të mirë edhe një qasje konstruktive, edhe kjo gjithmonë paraqet përveç se është kënaqësi, është edhe një mundësi më tepër për qytetin e Prizrenit. Kryetar, është e vërtetë se vizitat janë shumëta bile natyrisht këta opozitarë, kuvendarët opozitarë kanë ndonjëherë kërkesa që ju të qëlloni aty edhe unë pse e dim na, sepse agjendan po na i dërgoni ju po jeni të zonën me delegacione të ndryshme, megjithatë do të ishte mirë që ndonjëherë ku edhe bashkarisht i mbini edhe para kuvendarëve për të parë se ju keni angazhimit të asaj natyre, prandaj edhe nuk mund të qëlloni ndoshta shpesh në kuvend, s'paku për të sqaruar para kuvendarëve, edhe pse drejtorët kryesisht duhet japin përgjigjet edhe përgjegjësitë të tyre. Kur ka nevojë, edhe kur është domosdoshme, unë zakonisht jam prezant në seanca, mirë, po ka raste kur ka angazhime tjera, edhe ka kontakte tjera, po ashtu shumë të rëndësishme, edhe nuk është domosdoshme qëndrimi im në seancë, por drejtarët janë aty, edhe për çfarë do çështje të natyrës praktike, drejtarët kanë edhe kompetenca, edhe profesionalizëm për më dhënë përgjigje. Po në anën tjetër kisha apelu te kuvendarët opozitarë që të jenë pak ma konstruktiv edhe ma produktiv. Na e kuptojmë që në për seanca bëhet edhe ka pak politik, po megjithatë një çështje konstruktive, një matuni, kish me rrit edhe vlerën edhe peshën e vet asamblesë qytetit Prizrenit, sepse Prizreni megjithatë njihet për një kulturë, mi po çështja aty nuk ka qenë shumë bashkëpunuese, nuk ka qenë shumë konstruktive. Unë e kuptoj që ndoshta mund të kenë marrë detyra të caktuara, por megjithatë një nivel i kulturës, i respektit dhe i mirëkuptimit për vlerat që prezanton kuvendi i Prizrenit do duhet të ishte i dobëzdoshëm. Kryetar, ne kemi paralajmëruar se programi do të jetë i drejt për drejt, teleshikuesit kanë pas mundësi që të shkruajnë do të thotë disa nga pyetjet e tyre. Unë po i lexoj kështu shpejt, me kush që pastaj ndoshta nga ndonjëherë prej tyre që mendojmë se është me rëndësi, duhet ju japim edhe një lloj përgjigje. Për shembull, Luli Habibllari pyet përveç projekteve madhore, a mund të fillohet me mini projektet për shembull për ndriçimin e rrugëve, pastaj zgjedhjen e problemit të qenëve ndacak, problemet cilët kanosin jetën e qytetarëve, shpenzimet për kamësor, për zebrat, pengesat në rrugët tjera, policët e shtrirë e tjerë. Banë me përgjigj këtu me ne. Jo, unë mbullaksem se janë shumë, pastaj e rumbullaksem paka shumë kështu. Po unë po mos t'ju mbeten me bosh thash. Ali Haxhi Fazliu, kryetar ju jeni për çdo lavdat, natyrisht ai personalisht përkrah dhe veprimet e juaja çdo kund, ndërkaq Kujtim Abdullahi pyet për vendkalimet e këmbësorëve që të ngriten shoferët detyrohemi që të ulin shpejtësinë, pra kërkon që të ketë policë të shtirë, nuk di sa është e lejuar ndërkombëtarisht ajo çështje. Pastaj për zebrat kemi obligim që të ngriti sa më lart e shef Mullkellari pyet edhe për që të parandalohen do thotë vdekjet e këmbësorëve që të gjeni 20% e ndacak për ndriçimin publik, natyrisht. Enda Kryeziu pyeta parashihet ndonjë zgjidhje konkrete dhe sa më shpejt për problemin e mungesës së parkingut për banorët e lagjës Urtakoll, për parkingjet besoj që do të bisedojmë veç e veç. Pastaj shfrytëzohet edhe persona që kalojnë kudo për të pirë kafe, gjithashtu ndërmarrën masat për kufizimin e zhurmës nga muzika e cila është evidente në atë lagje. Ergen Kervan pyet pse nuk rregullohet ndriçimi i shtyllave dhe kur dihet të bëhet dezinfektimi i qytetit dhe larja e rrugëve. Agim Surroj pyet për çerdhet, a do të ndërtohen ato dhe sa janë ndërtuar. Anea Aleshani Krusha pyet edhe për qendrën ndacak kur çka do të bëhet fati i tyre. Ramiz Badalla pyet RTV-s 5 vjet zhuri nuk ka ndriçim publik, kur do të shtohet kjo pyetje lusht ta pyesni kryetarin e komunës për këtë çështje. Plejada Prizren Go Kultura pyet thotë për dy çështje shumë aktuale të ndërlidhura për kryetarin e komunës. Sot është hapur thirrja publike për subvencionin në drejtorinë e kulturës për vitin 2026, ndërkaq ende nuk ka ekzekutuar mjetet e OEQ-ve për vitin 2025. Pyetje konkrete për Ballkan Festin. Pyet sepse ai thotë që 10 vjet ekziston, ka pak mjete këtu me radhë. Kjo ishte një farë lloj rumbullaksimi. Ndriçimi publik është njëri prej atyre që pyesin të gjithë. Po thuaj se gjitha këto projekte lidhen me çështje buxhetore. Edhe gjitha këto projekte, gjitha këto kërkesa kishin mund me realizu, sikur ne mos e kishim pas problemin e interferimit në mënyrë të nianshme, jo parimore dhe jo korrekte nga ana e ministrisë. Domethënë, ne planifikojmë një pozicion buxhetor, e bëjmë një projekt, e fillojmë një punë, kur e sheh në buxhet janë marrë mjetet.
Pse është vonu ndërtimi strejmores për qenë, enda cak? Për shkak se qeveria ne ka marrë mjetet, ne kemi pas mjetet ndame në buxhet, edhe ajo ka që ndash përfundoj, po qeveria i ka marrë mjetet dhe ne tash s'mujmë me pagu operatorin ekonomik, edhe rrjedhimisht për pasoj ajo punë nuk është kryer në fat saktum, po duhet pritet edhe pak. Unë këtu po të ndërhyj pak në kushte ju zot harroni me një çka thonë. Ju jeni njëri nga ekspertët e rrallë natyrisht të këtyre çështjeve ekonomike. A ka të drejtë për do thotë që të merren mjetet në këtë formë? E drejta ligjore flas. Shikoni, Kosovës kur ju ka marrë pavarësia në vitin 89 ju ka marrë me ligj. Nëse diçka bëhet me një ligj, me një udhëzim administrativ apo me një rregullore, nuk do më thonë që është harmoni me standardet profesionale ndërkombëtare, edhe nuk do më thonë që është në harmoni me praktikat më të mira se çysh duhet me përkrah një qytet. Këto janë veprime të njëanshme, veprime jo demokratike që qeveria i ndërmerr për me tentu hipotetikisht me sigurue për zgjedhjet e ardhshme lokale atje, sepse me damtimin e kryetarëve të komunave që nuk janë nga lëvizja vetëvendosje, ata mendojnë se krijojnë një imazh të keq për atë qytet, edhe në mandatin tjetër i fitojnë zgjedhje të tjera. Kjo është absolut e vërtet. Mirë, por nuk ka drejt asnjë një qeveri me bloku zhvillimin e një qyteti, sikur që është Prizreni, sikur që është Gjakova, sikur që është Peja, sikur që është Ferizaj. Thjesht nuk ka drejt. Pekajt e ajo e drejt me bloku qytetin. Absolut është të pa drejt. Në anën tjetër për kthehem të projektet. Projekti për ndriçim ka qenë dashur me funksionua mirë. Mirë, po pengesat buxhetore janë ato të cilat e kanë pamundsuar në gjatë tjetër. Në anën tjetër, përsa i përket këtyne zebrave, ajo është me drejt, mirë po në anën tjetër, fatkeqësitë që ndodhin janë si pasojë e shpejtësisë jo adekuate, kurse ajo nuk është çështje e kompetencës komunës, çështja e shpejtësisë makinave është diçka që rregullohet me ligj, edhe atë ligj administron policia, a për zebra që ndoshta duhet të ketë më tepër, mund edhe të ketë më tepër, mirë po ekzistojnë standarde se sa duhet të jetë larg një zebër për një zebrës tjetër, sepse nuk mujmë i bë shumë shpesh ato, sepse pastaj do të kishte ndikim në ngadalësimin e lëvizjes makinave nëpër qytet. Në anën tjetër, policë të shtrim preferohet që ata policë të shtrim të ndërtohen vetëm afër zonave me rrezikshmëri të lartë. Domethënë aty ku ka shkolla ose aty ku ka objekte fetare që mund të pritet një fluks i lëvizjes më i madh brenda kohës caktuar. Përndryshe, shumë shpesh në vendet banume, urbane, nuk rekomandohet vendosja policëve të shtrim, sepse e ngadalsojnë lëvizjen e makinave shumë, edhe ndikojnë që të ketë defekte teknike të ato makina, kurse në anën tjetër kishte qenë mirëseardhën një respektim më i mirë i rregullave të vozitjes nga ana e vozitësve të jenë më të kujdesshëm, mos shkojnë shumë shpejt, po edhe policia, e cila sa unë kam informacione mjaft mirë po e kryen punën e vet, po megjithatë apeli do të jetë te vozitësit që të jenë më të kujdesshëm edhe mos lëvizin, sidomos në vend banime, mos lëvizin me shpejtësi të mëdha sepse pasojat pastaj po janë fatale. Na duhet të bisedojmë pak për parkingjet. Në fakt pat edhe pyetje pikërisht çfarë po ndodh ose çfarë do të ndodhë të ardhmen pikërisht çështja e parkingjeve, sepse nuk është problem veç i Prizrenit parkingjet. Parkingjet janë problemi i gjithë Kosovës, ndoshta edhe i gjithë botës, sepse problemi i parkingjeve është problem në vete. Po Prizreni kur është ndërtuar si qytet, në asnjë mënyrë nuk ka mujt me parapar një fluks kaq të madh makinave. Kohëve të fundit, sidomos jemi dëshmitar të asaj se Prizreni është bërë si atraksion turistik, edhe kjo ka rezultuar me një numër të madh të turistave, i cili vazhdimisht është në rritje. Rrjedhimisht shtohet nevoja për parkingje. Ne kemi plan konkret çysh me adresu çështjen e parkingjeve. Mirë po, pengesat serioze buxhetore neve na pamundsohen për me lëviz në atë drejtim. Ne kemi pas plan me ndërtu një objekt në një parking në toksor -2 kat të ndërtesa e kryetarit komunës të shtëpia e bardhë. Do të na duhet atë projekt në shtynë ndoshta për vitin e ardhshëm apo edhe një vit mas, për shkak se nuk kemi mjete buxhetore. Në anën tjetër, plani është për me ndërtu ndërtesën e re të komunës të ai lokacioni ka qendrë sportive, por gjysma e atij lokacioni është e parapame për me bënë një parking publik. Edhe aty mungesa e mjeteve financiare të komunës na pamundson me reagu shumë shpejt. Në anën tjetër, po që se dojmë me bënë një partneritet publiko-privat, ajo duhet të aprovohet nga Këshilli Ndërministror. Edhe aty pastaj kemi ngadalësime të jashtëzakonshme, një vonesë, një javashluk, edhe mos bashkëpunim nga ana e qeverisë, të cilët pothuajse çdo iniciativë e cila vjen nga komunat, jo vetëm nga Prizreni, këto po them me kompetencë plot si antar i bordit të Asociacionit të Komunave,
edhe di që edhe kryetarë tjerë të komunave, edhe Gjakova, edhe Peja, edhe Ferizaj, i kanë problemet pothuaj se të njëjta. Edhe Prishtina i ka problemet e njëjta, e keni pa çfarë pengesa kanë bërë në Prishtinë, edhe për pasojë kemi një pjesë të sheshit aty që ka met pothuajse si normal, domethënë kemi një qasje jo konstruktive nga ana e qeverisë. Këto janë faktor limitus që neve na ngadalsojnë. Mi po nuk mund me na nalë, se na me gjitha ta kemi me lëviz, kemi me gjetë zgjidhje, kemi me adresu çështjen e parkingut, po jo ndoshta me një tempo të shpejtë sa kishim me pas në kushte normale, kur të paktën s'kishim me pas pengesa nga këta faktor limitus të cilët posa i numrova. Çfarë pritet të ndodhë me bibliotekën ndërkomunale, sepse ajo ka qenë 2-3 herë çështje, edhe në fakt po bëhet një lloj streje për njerëzit që të rritë po shkojnë edhe Mungesa e buxhetit. Edhe ajo Mungesa e buxhetit, na janë marrë parat prej kodit buxhetor që ka qenë i destinuar për atë punë. Thjesht, mu shpreh kështu pak më thjesht, s'ka buxhet, s'ka parë. Veç me citu për parim Ramën, kryetarin e Prishtinës, që dhe ke ministër që t'i parë. Po. Kemi ardhur në qatë pozicion që me të vërtet më përdor kështu edhe ka njëherë gjuha popullore për me mujt me ilustru pozicionin aktuale të cilin gjendemi si komunë. Kryetar, tani më ke kompletuar edhe ekzekutivin e komunës së Prizrenit dhe natyrisht si është mbarvajtja ose sa janë ose a ka sfida brenda organizimit komunal, gjithsesi me drejtorët e rinj, të cilët janë caktuar detyra të caktuara natyrisht, të cilat u keni caktuar ju, sepse zgjedhja është e juja, është kompetencë e kryetarit. Po, shikoni, ne kemi si rezultat i koalicioneve treja, kemi edhe disa ndryshime të drejtarëve në qeverisin lokale në Prizren. Ajo që deri më tani e kam vërejtu unë është se po funksionon mirë, të drejtarët të cilët janë kyç këtë mandat e kam pa një gatishmëri, një vullnet, një energji, dhe relativisht mirë janë kyç në këtë konceptin e punës ekipore që na e kemi favorizuar në mandatin e kaluar. Edhe kryesisht janë drejtorë të rinj bosh, që domethënë kanë energji, nuk kanë hipotekë negative nga e kalumja, edhe pse nga e kalumja mund të ketë edhe hipoteka pozitive, edhe ndoshta ju mungon pak përvoja për shkak të moshës relativisht re, po megjithatë energjia edhe gatishmëria për punë e kompenzon mungesën e përvojës, edhe unë jam shumë i sigurt se me kalimin e kohës ne do të kemi performancë akoma më të mirë nga gjithë drejtarët, të cilët nuk kanë qenë deri më tani, edhe kjo do të jetë një kontribut për përmirësimin e performancës. Po e theksoj, kufizimet buxhetore nuk po na lejojnë me lëviz më shpejt edhe me i plotësu nevojat për të cilat na e dim që ekzistojnë edhe për të cilat kemi qenë gatshëm, sepse vetë që kemi buxhetuar disa pozicione, po javën e kaluar për 3-4 ditë na e morë 14 milion euro. Edhe mendoj që kjo është një problem serioz. Ne nuk kemi komunë që i ka 500 milion euro buxhetin. Ne kemi një buxhet vogël edhe aty kur të mirët gjysa e buxhetit për 3 ditë, atëherë bëhet problem serioz. A mund bëhet një zgjidhje në këtë për shembull që ai buxhet mos merret në atë formë nga përmbaruesit? Shikoni, zgjidhje teknike gjithmonë ka. Mirë, po ne kur kemi bisedu kryetarët e komunave në kuadër të asociacionit të komunave, kur kemi bisedu me kryeministrin zotin Kurthi, nuk ka tregu as minimum të vullnetit politik për me adresu çështën në mënyrë kvalitative. Ai na ka thonë decidivisht, ata që e kanë nënshkruar kanë gabu, edhe këto janë pasojat, për gabime duhesh me pas pasojat. Domthonë atij nuk i intereson gjetja e zgjidhjes, po intereson ndëshkimi i personave të cilët e kanë nënshkruar çat kontratë kolektive, që për mua është një qasje fataliste, kështu më thon drejtën, sepse një kryeministër i cili pretendon të jetë i suksesshëm duhet me pas ndjeshmëri më të madhe ndaj halleve të komunave, sepse ato komune janë komune të Kosovës. Edhe ajo është kryeministri i Kosovës, edhe nuk duhet me pa Kosovën ndame prej komunave. Si mund të ekziston një qeveri hipotetikisht në ajër e ndame nga komunat? Komunat e përbajnë këtë shtet. Edhe kur nuk ki ndjeshmëri ndaj halleve të komunave, atëherë për shkak i ndjeshmëri. Kryetari, po kalojmë pak tek niveli tjetër, sepse ju jeni edhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në nivel vendi. Jemi në këtë situatë të thuash kur çështja e presidentit ende është enigmatike ose kanë dhënë emra, por çfarë do të ndodhë? A mund të shkohet në zgjedhje ose a ka gjasa të shkojë përsëri Kosova në zgjedhje? Po shikoni, mendoj që sikur të kishim pas një qasje më konstruktive nga ana e zotit Kurthi, ne kishim mund të evitojmë zgjedhjet.
Mirë po një qasje e tillë e cila tenton të glabroj çdo milimetër të pushtetit është pengesë për mund me vazhdu në një formë tjetër. Ne kemi pa që s'ka pas qasje konstruktive përsa i përket tentimit për me zgjedh presidentin e Kosovës, edhe për pasojë na jemi sot në këtë gjendje ku jemi, edhe si shifët prap nuk ka gatishmëri, prap ka filluar jo loja obsesionale me përqindjet votave, jo 60%, jo 65%, kurse në anën tjetër po harron që kjo qeveri ka marrë për 50% edhe i ka të gjitha mekanizmat ligjore edhe politike për me mujt me qeverisë vendin, po ja tash edhe kjo nuk ju mjafton, dojnë me marrë edhe presidentin, edhe kjo nuk është një aspirat për me qeverisë, kjo është një aspirat për me sundu. Do me thonë, edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe kryetari i Kuvendit duhet janë nga lëvizjet vendosur, sepse ata e kanë objektiv, është një mendësi totalitare, e cila këtë vend definitivisht po e dërgon në drejtim të gabueshëm. Ma kanë thonë shumë faktorë të rëndësishëm politik, qoftë kombëtar, qoftë ndërkombëtar, edhe unë e besojmë këto që na, si shtet i ri, nuk jemi të gatshëm me u qeveris nga një person edhe nga veç një parti politike. Neve na duhen koalicione për me mujt me balancu gjonat, edhe për me mujt me pas një qasje proporcionale të balancume që askush mos më met i parapërfaqësuar edhe askush mos më met keq. Kushtetuta kur është kriju në mënyrë që më dhon partive politike hapësinë që ato të bashkëbisedojnë, të bashkëpunojnë për mujt me zgjedh presidentin. Po kur kemi një forcë politike numerikisht relativisht madhe, që s'ka as minimumin e gatishmërisë, atëherë këto janë vështirësitë me të cilat ne ballafaqohemi. Evident është që na diku prej fundit vitit 2024 nuk kemi qeveri efektive, kemi qeveri në detyrë për shkak të kësaj qasje edhe kësaj mënyre të mendumit dhe të veprumit të faktorëve relevant politik në këtë shtet. Por si shihni të ardhmen e këtij vendi, sepse nëse kështu shkohet, atëherë çfarë pret Kosovën? Shikoni, unë gjithmonë e shoh të ardhmen e këtij vendi me një pozitivitet, sepse ne kemi kaluar edhe kohë më të vështira. Ne kemi pas optimizëm edhe kemi arrit që me angazhimin tonë dhe me përkrahjen e miqve tonë të largojmë një pushtet çfarë ka qenë ai i Slobodan Miloševićit të Serbisë, edhe jam i sigurt që do të kalojmë edhe këtë gjendje. Mirë, por nuk kemi pas nevojë për me kalu një fazë tillë kaq vështirë, e cila fazë në vend se me shpejtu proceset, po i ngadalson proceset. Edhe po e krijon një kulturë politike të një mendësie diktatoriale, e cila pretendon me pas dorë në çdo pikë të pushtetit. Dhe kjo është e rrezikshme, edhe kjo mendësi duhet të ndryshohet, edhe jam i sigurt që do të ndryshohet. Kur do të ndryshohet, ne nuk mund të dimë asnjëherë saktë, mirë, po jam i sigurt që do të ndryshohet, sepse ky popull nuk e duron diktaturën. Ky popull e ka kalu fazën e diktaturës, e ka kalu fazën e totalitarizmit, e kemi kalu fazën e komunizmit, edhe kemi kalu fazën e centralizimit të veprimeve. Neve na duhet demokracia, na duhet ekonomia tregut, na duhet përkrahja për zhvillimin e bizniseve, edhe nuk na duhen, siç po krajnohet zoti Kurti, me shtetësimin e terminaleve doganore. Konfiskimi, nacionalizimi i takon të kalumes. Neve na duhet liberalizimi i tregut, na duhen biznise private, na duhet konkurrencë lirë. Kjo çështje na duhet. Unë kam kontakte me shumë biznise, jo vetëm prezant, për shkak të punës që kam bërë administrata thimore të Kosovës. Është një pakënaqësi e jashtëzakonshme e bizniseve me trendet ekonomike të cilat aktualisht janë duke rrjedhur në prezant edhe në Kosovë. Edhe kjo, domethënë, nuk mund të ketë një perspektivë të mirë. Kjo definitivisht duhet të ndryshohet kjo çështje, sepse bizneset duhet i përkrahim e jo t'i pengojmë. A ka raste ose a keni dëgjuar raste që për shembull disa nga bizneset tani më po shohin ose po synojnë që të jenë qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, dhe që kushtimisht mos qëndrojnë në Kosovë për shkak të natyrave ose pengesave të cilat po bëhen qofshin nga qeveria, qofshin nga forma tjera. Ka shumë raste të tilla, natyrisht që s'më përmend emrat të bizneseve, po ju përmendi dy fenomene, dy dukuni negative të cilat janë aktualisht prezente. Bizneset e mëdha, të cilat kanë hyrë në treg të lirë të rrymës. Faktura mujore e pagesës së rrymës, një biznes shumë të madh, nga 80.000 euro në muaj i ka ardhur 250.000 euro në muaj. Domethënë një trefishim. Në anën tjetër, po që se implementohet
norma progresive e tatimit në pronë për një biznes që i ka për shembull 50-70 milion euro pronë. 3 fishim i pagesës tatimit në pronë. Kjo është thjesht një zoti Kurti i ka qujtë për para gjakderdhje financiare, po tash ky vetë me këto masa është të shkaktu një gjakderdhje financiare, një fenomen, një dukuni shumë negative e cila tenton me i varfnu bizniset. Bizniset du të mi përkra, sepse bizniset janë ata të cilët e mbushin buxhetin e Kosovës. Edhe ne pa buxhet, pa bizniset forta të cilët kontribuojnë në atë buxhet, çu kemi me ekzistu si kështu. Problem të tjerë. Është problematike, normal. Kryetar, por I kthehemi prapë me çmund po e bëj këtë lëvizje sepse ju mora për shembull sepse ju jeni nën kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës në nivel vendi. Kur kthehemi te komuna e Prizrenit, çfarë sfidash në fakt ju presin brenda këtij viti, pasi që ju cituat 2-3 herë problemin e mungesës së parave? Kishte me qenë varianti më I mirë, sikur nga qeveria të kishim pas një gatishmëni apo një fleksibilitet për një qasje më konstruktive rreth zgjidhjes problemit të kontratës kolektive, jo vetëm për Prizrenin. Po si duket, nuk do të kemi një gjatë tillë. Opsioni B, apo plani B është që na përmes agjencioneve ndërkombëtare, të cilat kanë treguar gatishmëni për bashkëpunim me neve, të tentojmë që eventualisht të marrim në përkrahje më të rëndësishme për disa projekte serioze, të cilat do të ndikonin kvalitativist në përmirësim të cilësisë së jetës. Po përmendni për shembull ndërtimin e kolektorit të ujëve të zeza për pjesën e dytë të Prizrenit, përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes, pastaj parkingjet, pastaj projekte të tjera sikur që është komuna e re, ndërtesa e re e komunës Prizrenit, teleferiku për kalanën e Prizrenit, zërimi I disa rrugëve, të cilat janë të domosdoshme pothuajse, nga Teoja deri te Arbëria për shembull, është plani me 4 shërita rrugën. Në anën tjetër ne kemi pas ide konceptuale edhe për një rrugë e cila do të shkonte tranzite nga Arbana deri te rrethi I Hoqës në rrugën Prizren-Zhurr, e cila do ta shkarkonte akoma më tepër transportin apo lëvizjen e makinave në qytetin e Prizrenit. Edhe këto do të ishin disa nga projektet më serioze që në afat të mesëm kohor do të ndikoshin pozitivisht në zvoglimin e numrit të makinave në qytetin e Prizrenit. Ne kemi qëllim zvoglimin e numrit të makinave, sepse konsiderojmë se përmes zvoglimit të numrit të makinave do t'i bëjë një kontribut serioz edhe për ambientin e qytetit të Prizrenit. A do të shtohet, do të thotë lëvizjet e urbane, do të thotë e autobuseve urbane, do të ketë linja të reja, apo këto që janë do të vazhdojnë të mbeten me kushte të krijohen kushte për të mos pasur makina shumë në rrugë. Operatori ekonomik është I gatshëm me rrit numrin e linjave. Mirë po duhet me pas një rentabilitet për të funksionu ato linja. Ne hala nuk e kemi një kulturë të shfrytëzimit të transportit publik. E keni vrejt me siguri në mas pakti 80% rasteve, kur lëvizin makinat në përqytet, e ki ose vozitësin vetë, ose edhe me një bashkëthar. Mrapa nuk ka të ullën askush. Dhe më thonë është një shprehi nga e kalumja që me dalë me makinë në përqytet me lëvizit në distanca shumë të shkurta. Një kujdes ma I madh nga ona qytetarëve. Shfrytëzimi I transportit publik, shfrytëzimi ma shumë I bicikletave, lëvizja ma shumë në kam, do të jepte kontributin për zvoglim të numrit makinave, po njëkohësisht edhe për ambient ma të pastër, edhe me bo këtë qytetin tonë hala ma atraktiv për vizitarët jashtëm të cilët do të vinë nga këtë botë apo thuajse. Vizitarët e jashtëm natyrisht vinë shumë në qytetin e Prizrenit dhe kjo ka ndikuar edhe për shkak të trashëgimisë që ka ky qytet. Megjithatë, çfarë po ndodh projekti I cili ka qenë I planifikuar për këtë vit teleferiku për Kala? Teleferiku është në fazën finale, kisha me thonë. Ne kemi thonë këto disa herë, edhe qytetarët këtu kanë drejtë dhe më na kritikuar pak, sepse na I pranojmë ato, mirë po tash jemi në fazën e hartimit të projektit final implementues. Pastaj ne po besojmë që Ministria e Infrastrukturës, me qenë se kanë shkruar marrëveshje në memorandumit Tripalsh, do të na jap ato mjete për me bë teleferikun Kala, edhe ai do të jetë një projekt I cili do të jetë atrakcion, po përveç atraksionit do të jetë I dobishëm për zhvillimin e turizmit, sepse ka shumë qytetarë apo vizitorë të cilët nuk mund me hecë deri në Kala në atë. Edhe përmes teleferikut kishin me shku në altë, kishin me pas një pamje të mirë të qytetit të Prizrenit, po eventualisht që fëse arrim me gjetë burime financiare edhe Kalan
me renovu pak, me bo ma funksionale, ma praktike, edhe me bo besa edhe një burim të mjetëve për buxhet, sepse ju e keni pa në për shumë qytete evropiane, po edhe në rajon, paguhet qasën e për objekte të trashëgimisë kulturore, historike. Të më thonë, këto janë si koncept ide, edhe varësisht për asaj se qysh do të kemi gjendje në aspektin buxhetor, disa nga këto ide, unë e besoj që do t'i realizojnë. Kryetar, para shumë vitesh, natyrisht para se më ardhi ju në pushtet, do të thonë jo para 5 viteve që jeni ju, por edhe për para kohë është biseduar për parkun e biznesit. Megjithatë ai park nuk është bërë asgjë në atë drejtim. Çfarë po ndodh me atë pjesë? Pse nuk po bëhet ai park i Prizrenit kur dihet për shembull Tharanda, që Suari ka këtë rast, që është më i vogël se qyteti, ka 2 parqe të tilla ose Drenasi etj. Ndërkaq Prizreni ka ngelur pa e kryer atë shërbim. Po shikoni, për me licencu një park bizneseve, duhet bashkëpunim me ministrinë. Edhe duhet pajtueshmëri dikun nga një këshill ndërministror përbohet prej 5-6 ministrive. Është një procedurë birokratike jashtëzakonshme. Edhe unë jam shumë i sigurt që na po ta kishim filluar procedurë, kishim hasë në pengesa. Sigur që kemi hasë pengesa në 2-3 raste, 3-4 raste të tjera. Po do më ju përkujtu juve edhe shikuesve të TVB-s, para 2 vite kemi pas 2 investitor potencial që kanë aplikuar në ministri për me marrë statusin e investitorit strategjik. Njëri ka pas me ndërtu një qendër turistike në Prevall, kurse tjetri ka qenë një investim në Drinën e Bardhë për një hidrocentral me kapacitet mesatar. Vlera e investimeve ka qenë 10 miliona. Është anuluar projekt nga Këshilli ndërministror. Me arsyetimin se nuk i kemi në strategji. Në të njëjtën hipotezë janë anuluar edhe 3 kërkesa tjera për marrjen e statusit investitor strategjik për qytetet tjera. Një ka qenë për Vushtri, një ka qenë për Drenas, me arsyetimin se nuk i kemi në strategji. 3-4 vjet mas aplikimit është anulu. Do më thonë, kemi një qasje katastrofale nga ana e qeverisë, ku biznesin privat nuk e lejon më u zhvillu, nuk e lejon më depërtu, edhe kjo është një problem serioz. Megjithatë, në zonën ekonomike e kemi nda, jemi në përfundim të dokumentacionit, kisha me thonë, edhe jam optimist se shumë shpejt kemi me fillu negociatat direkte me ata investitor ma serios që kanë mundësi me investu për 10% të vlerës e përgjithshme të buxhetit për investime kapitale, po edhe këtu ka pas tendencë nga ana e qeverisë që me i marrë disa kompetenca komunave edhe me i centralizu këto kompetenca në mënyrë që me vështirësu hala ma tepër bashkëpunimin me biznise edhe dhënien e një parcele ose një leje ose një toke për një investitor potencial. Do me thonë, në vend se me lehtësu, me shpejtu, me thjeshtësu procedurën, tendenca e qeverisë është me ngadalësu, me bloku, me kontrollu, që është një absurd edhe një paradoks i llojit veçantë në kohën kur krejt bota tenton biznesit me i bë favore, na i bëjmë pengesë. Kryetar, brenda 4 viteve të shkuara kur ju keni qeverisë, natyrisht komuna Prizren ka pasur avancime shumë të dukshme dhe shumë të mira për qytetarët e Prizrenit, por filloi me Shadrvanën, pastaj me rrugën qarkulluese, të cilën natyrisht unazat që e quajnë kryesisht qytetarët e Prizrenit, por edhe me pjesë tjera. Në fakt, brenda këtij viti çfarë do të ndodhë? A ka diçka që duhet qytetarëve të ofrohet për ta pasur ata parasysh, megjithatë edhe për ka shik këtyre sfidave të cilat natyrisht i përmendët dhe bë mirë që qytetarëve të Prizrenit u asqaruave këtë problem, sepse ata mund të dyshojnë ose mund mos i dinë këtë çështje, të kenë dyshimet. Në aktiviti kalendarik ne kemi disa kontrata kornizë. Edhe ato kontrata kornizë sa të kanë afat, ne do të punojmë ato kontrata kornizë. Këtu parashikohet përmirësimi i ndriçimit publik, mirëmbajtja e rrugëve, ndoshta ndërtimi ndonjë shtegu për bicikleta, domethënë gjana më të vogla, më të lehta, projekte më të mëdha, më serioze këtë vit. Edhe përkundër dëshirës për t'i bëu ato sepse kemi fut në buxhet, nuk do të mujmë realizu, sepse na janë marrë mjetet, edhe asnjëherë nuk e dim kur kanë më marrë mjetet tjera edhe sa kanë më marrë neve në buxhet. Buxhetin e komunës aktualisht nuk e menaxhon komuna, e menaxhon Ministria e Financave, ata kur dojnë e çelin, kur dojnë e mshelin, kur dojnë marrin mjetet, as nuk na njoftojnë, as nuk bojnë kur çfarë kërkese, ku mi marr ato mjetet. Domethënë, edhe nëse mirën me përmbarues mjetet, është një farë praktike e mirë që përdoret vendet civilizuar, që me njoftu
komunën, edhe me thonë në cëllin pozicion të bën dëm më të vogël për më të marrë dhëmjet. Qëllimisht mirën që aty ku bojnë dëm më të madh. Vetëm te drejtoria e shërbimeve publike për 3 ditë janë marrë 10 milionë gjys. Normalisht që ato projekte që kanë qenë parapame besin pa u realizu për këtë arsye. Edhe bizniset, për shkak se ju e dini që kam kontakte me shumë biznise për shkak të punës në ATK, janë shumë pak kënaqur me këtë çështje të qeverisë. Në këtë aspekt, po edhe në shumë aspekte tjera përket dhënies lejeve, kufizimeve, blokadave të ndryshme, të cilat marrin shumë kohë edhe efektiviteti dhe efikasiteti i punës së qeverisë në raport me biznise është në ramje e sipër, është restriktiv, është bllokues, është kufizues, që është për me të keq. Nëse tani po bisedohet, sepse prej datës 4 fillot, sigurisht do të po pritet sipas gjithë gjasave që me 4 të merr uheqje pak a shumë në vend të presidencës e merr krye parlamentare, këtë rast që është Albulina Xhiu. Në fakt, nëse do të kërkohet nga Partia Demokratike e Kosovës për të dhënë presidentin konstitucional, do të pajtoheni ju si subjekt politik? Shikoni, na kemi dhënë qëndrimet tona politike, si parti politike, përfaqësues të PDK-s që mirën me këtë çështje më shumë kanë dalë shumë shpesh nëpër media, nuk ka met as hapësinë minimale për bashkëpunim këtë temë. Për shkak të çështjes së kryeministit Kurti, edhe për shkak mënyrës se si ai mendon edhe si ai vepron. Nëse shkohet në zgjedhje pas këtij mendimi dhe natyrisht pas këtyre fakteve, çfarë mendon Partia Demokratike e Kosovës, ku do të jetë kryetar? Unë mendoj që nëse shkohet në zgjedhje, shumë më shumë besoj që do të shkohet. Mendoj që skena politike do të hapësoni ndryshim. Edhe kjo strukturë aktuale që është nuk do të jetë kështu, do të jetë ndryshe. Edhe shumë është më rëndësi kur do të bëhen ato zgjedhje, po unë besoj që verdikti i gjykatës kushtetuese nuk kalon shumë hapësinë për interpretime për shkak se ka qenë shumë përcaktues dhe determinues pothuajse strikt. Edhe atëherë unë pres një rezultat këtë tjetër. E para nuk e pres që lëvizja vetëvendosi do të ketë këtë numër kaq të madh të cilin e ka marrë të ju falenderu datës kur janë marrë zgjedhjet, edhe një varg veprimesh tjera të cilat janë shumë të diskutueshme edhe shumë të kontestueshme, po unë pres ramja tyne, pres rritja edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe të partive tjera, edhe pres një vetëdijsim të trupit elektoral për me pa se cilat janë damet që kjo mendësi ja ka sjell Kosovës, edhe momenti kisha me thonë nashta i fundit për me ndërprej këtë çështje, edhe me pru një frym tjetër në qeverisje në Republikën e Kosovës, për me u kthy në të farë rrugën e drejt një komunikimi të mirë me faktorin ndërkombëtar, me Europën, me Amerikën, me aleat tonë tradicional, me agjencionet e jashtme, po edhe me shtetet për rreth që i kemi, edhe me fillu me përdor një gjuhë tjetër, një retorik tjetër, e jo njëri tjetër me thonë bashkëpunëtorët e Serbisë, Armik, Hajn. Kjo është një gjuhë që i ka instalu lëvizja vetëvendosi. Ata s'kan lënë njerit gjallë pa nënçmu, pa ofendu, pa linçu. Qofse nuk jemi ata, jemi Serbinë. Kjo mendësi duhet ndryshohet. Ne mund të mos pajtohemi mes veti, po ja dojmë të mirën e Kosovës edhe të prezentit dhe duhet të bashkëpunojmë. Kështu duhet me mendu një politikan serioz. Kryetar, nëse shkohet në zgjedhje dhe Partia Demokratike, po çesë ndron struktura politike, në fakt a do ta ndrret postën e kryetarit komunës, mendoni ministër ose pak më të tje? Unë? Personalisht jo. Ja, s'kam ambicion. Unë kam fokus Prizrenit, edhe në asnjë rrethon nuk kam asnjë variant tjetër, unë mbetem kryetari i Prizrenit, edhe sepse ky qytet është tregu mirënjohës, është tregu falemnderos për punën e mirë që e ka bërë qeverisja lokale mandatin e kaluar, ma ka dhënë besimin për një mandat dytë, edhe largimi im nga kjo pozitë do të ishte tradhti ndaj votuesve dhe besimit që e ka marrë. Unë nuk e bëj atë. Çfarë mesazhi mund t'ju japim qytetarëve të Prizrenit në rrethonat e këtilla dhe në aktualitetin të cilën po e priton qyteti i Prizrenit? Një mesazh shumë të rëndësishëm. E di që gjithë ja dojmë të mirën këtij qyteti dhe këtij Prizreni. Të identifikojmë forcat politike, faktorët politik të cilët janë gjendje me shtyrë përpara zhvillimin e Prizrenit edhe zhvillimin e Kosovës. Mos bim prej e mashtrimeve, mos lejojmë që kështu mu shpreh kushtimisht me një farë qasje të një organizate humanitare me i mashtru votuesit tonë.
pesheni mjetet e buxhetit të Kosovës, keq përdoren deri në atë mas, sa që jipen 3 ditë para zgjedhjeve, ka 100 euro për nana, ka 100 euro për fëmijë, ka 100 euro për pensionista, ka 100 euro për ata, ka 50 euro për këta. Tash është dhënë një pak. Është dhënë një pak, po kjo pak është dhënë për qëllime elektorale. Po është rruga e që s'ka ndodhur ndonjëherë. Mos të mashtrohen votuesit, mos të binë prej këtyre mashtrimeve se këto këtë kanë një qëllim elektoral. Ato mjete buxhetore janë të këtij populli, edhe kjo mënyrë e menaxhimit të atij buxheti është një keqpërdorim i kompetencave që për momentin ju kanë dhënë ministrisë edhe kryeministrit zotit Kurti. Është një keqpërdorim i fondeve publike për me blerë vota. Keni parasysh 40 milion euro janë harxuar në këtë mënyrë përpara zgjedhjeve të dhjetorit vitit kaluar. Normal që fiton zgjedhjet. Faleminderit shumë kryetar që ishit me ne dhe unë ky takim ose ky bashkëbisedim ju ishte pikërisht për t'i dhënë qytetarëve këto një urip që i keni dhe që duhet t'i dinë edhe ata me kush pasi që Prizreni po kalon këtë krizë financiare, sikur dhe disa nga qytetet tjera të cilat Juviç i bët me dijet, që janë ato kuluk qeverisë lëvizje vendendosje. Pra besojmë se qytetarët tani pak a shumë e kanë këtë një uri dhe unë ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim dhe besoj që edhe qytetarët tani e mësojnë të vërtetën, megjithatë komuna Prizrenit angazhimet nuk i kanë dalur dhe vazhdimisht është në terrenet me projekte të ndryshme, ndoshta jo madhore, por projekte të cilat janë në interes të qytetarëve. Unë të falenderoj ty dhe falenderoj për qytetarët e Prizrenit të cilët na kanë dhënë përkrahje dhe po na përkrahin, edhe po besojmë, jo po shpresojmë, po besojmë për ditë më të mira. Faleminderit shumë. Miq të nderuar të televizionit Besa, ju falenderoj shumë që ishit bashkë me ne. Në faktin e besojmë që do të jemi edhe në të ardhmen për shkak këtyre rrethonave ndoshta më shpesh me kryetarin Totaj, duke shpresuar se ju duhet të mësoni dhe të dini në fakt çfarë po ndodh me qytetin e Prizrenit dhe çfarë po ndodh me fatin e qytetarëve të këtij qyteti dhe jo vetëm këtij qyteti, por edhe të Republikës Kosovës. Deri në emisionin tjetër të radhës më mbet që dhe shumë të mirë. Faleminderit edhe një herë kryetar.